Flitet shumë, shkruhet prej kohësh në çdo portal, por me sa duket më në fund po ndodh ajo që publiku po priste. Fjala është për dasmën e shumë përfolur të Bora Zemanit dhe Donald Veshajt. Burimet e sigurta pranë çiftit bën me dije se dyshja ka piketuar pikërisht muajin korrik për të kurorëzuar dashurinë e tyre në një ceremoni që pritet të jetë një nga ngjarjet e vitit në show business shqiptar. Nëse Bora shpesh ka tentuar të zbesë zëra duke i quajtur thashë theme verore, Donaldi ka dhënë vullën këtij lajmi gjatë një interviste mjaft të sinqertë përballë vëllait të tij, Romeos. Në emisionin e tyre ai pranoi hapur se planet për dasmën dhe zgjerimin e familjes kanë nisur zyrtarisht për këtë verë. Ai zbuloi se janë në fazë diskutimesh të detajeve, duke qeshur dhe me faktin se si po i ndajnë mendimet e kundërta për numrin e të ftuarve. Ceremonia pritet të mbahet në jug të Shqipërisë, buzë-dejtit, duke mbledhur miqt më të mirë të çiftit. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Donaldi dhe Bora janë nga çiftet më të dashur të publikut shqiptar, ku çdo publikim i aktiviteteve të tyre kthehet mëngjherë në lajm për fancat e dyshës. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.